Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, një problem që është bërë problem përgjithsisht për emigrantët shqiptarë këtu në Shtetet e Bashkuara, por edhe për bashkëdhetarët tanë në vendlindje, është vendimi i fundit i administratës Trump, i cili pezullon vizat për 75 vende për viza emigracioni. Këtë deklarat e administratës Trump ka shkaktuar mjaft shqetësime për mjaft nga emigrantët që jetojnë këtu, për personat cilët kërkojnë të bëjnë bashkim familjar apo janë pjesë e procedurave të green card. Në rubrikën tonë Fjala e Specialistit kam ftuar sot avokatin Renis Nushaj për të diskutuar mbi problematikën që shkaktoi kjo deklarat apo problemet e ndryshme që mund të hasin dhe se si t'i shmangin ose të dallojmë të vërtetat nga të pavërtetat, sepse ka mjaft instrumentalizime deri te deklarata politike, ja hoqën vizat Ramos apo njërit apo tjetrit. Problemi nuk është kaq i thjesht, por është një problem më tepër, mendoj se është një problem anës administrative. Si mendoni pse pikërisht në këtë moment administrata Trump bëri këtë deklaratë? Zot Rafael, s'pari një faleminderit për ftesën, është një kënaqësi të jem këtu prezant me ju si gjithmonë. Ju falenderoj tej masa. Normalisht kam përshtypjen që deri në një farë pike deklarata dhe ky moment nuk ishte aq e papritur duke pasur parasysh edhe deklaratat gjatë gjithë fushatës elektorale. Kjo ishte diçka që në një farë mënyrë ose tjetër ne e prisnim. Mënyra se si do të vinte në jetë dhe çfarë efekti do të kishte, sa i gjerë do ishte si diapazon në lidhje me vendimet dhe vendimarrjen e qeverisë në aspektet e migracionit, ajo ishte e panjohura. Tani kemi një farë deklarate që kemi aftësinë të analizojmë deri në një farë pike. Motivimi ishte mbetet motivimi gjithmonë që kishte qenë fillim presidenti, që ishte një motivim i bazuar ke besimi i tij që sistemi i migracionit ishte kaluar ato normat edhe për masat që duhet kishin opinionin e tij modest, detyrimisht në momentin që do vinte në pushtet do jepte një farë do bënte një farë ndërprerje të procesimeve në një mënyrë ose tjetër. Dhe kam përshtypjen ky është momenti ku i gjen veten tani. Mirë, por kjo kishte të bënte me imigracionin e palishëm. Në këtë rast kemi të bëjmë me imigracionin e lishëm. Ky mund të rregullohej edhe me një vendim bipartizan në Kongres. Ju keni absolutisht drejtë. Mos harrojmë që ligji i imigracionit në cilin neve jetojmë edhe funksionojmë si shoqëri, është i njëjti ligj që ka ekzistuar që në vitin 1986. Ndryshime në ligj nuk ka pasur. Sepse në mënyrë që të kemi ndryshime në ligj duhet që të kishim vendim marrje kalim ligji nga Kongresi Amerikan dhe pastaj presidenti zgjidhte firmën, gjë që nuk ka ndodhur që në 1986. Këtu kemi të bëjmë me një farë mënyrë determinime dhe vendime që marrin në mënyrë ekzekutive, që merr në mënyrë administrative brenda parametrave të ligjit 1986, edhe është thjesht një interpretim i kësaj. Dhe unë jam absolutisht dakord me ju. Në qoftë se do të godisnim si qeveri, si shtet, aspektet e jashtëligjshme të migracionit, ajo është mos e normale. Ato e bën çdo qeveri, çdo shtet, çdo parti politike që hyn pushtet merret me të njëjtat gjëra në nuanca ndryshme, por në një farë mënyrë merret me të njëjtat gjëra. Ndërsa goditja që është bërë tani është goditja që në një farë mënyrë ndikon sistemin siç thatë ju, sistemin e ligjshëm të bashkimeve familjare, sistemin e ligjshëm të emigracionit. Ajo është problematike, do mbetet problematike për ne. Po atëherë mbi bazë ligjore mbështetet ky vendim i administratës. Ajo është interesante. Unë, si avokat, do analizoj do thosha që nuk ka bazë ligjore. Nuk ka asnjë bazë ligjore që ndikon bashkimin familjar. Nëse unë si avokat jam duke bërë një bashkim familjar në emër të një klientit ton, në emër të një antarit komunitetit, në emër të një shqiptari, ku po mundohet sjelli këtu nënën, babain, motrën, vllajin, fëmijët, çfarëdo që të jetë situata. Dhe këto janë situatat e bashkimeve familjare që kemi. Dhe thjesht me urdhër ekzekutiv ose me deklaratë të Sekretarisë së Shtetit në këtë rast. Kemi një prononcim nga Sekretaria e Shtetit që thotë që shqiptarët apo shqiptarët Malzi, apo shqiptarët e Kosovës, apo shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë aftësi të bëjnë me bashkime familjare. Ai grupim, ajo ndarje, dhe ai lloj vendimi dhe interpretimi i ligjit është pa bazë. Nuk ka asnjë lloj baze ligjore ku mund mbështetet një diçka e tillë. A ka autoritet Sekretaria e Shtetit
të Amerikës të marrin vendime të tilla, po deri në farë pike mund të bësh argumenta që po, ka autoritet. Se përgjithësi ka autoritet që kur ta jep vizën. Absolutisht. Në një farë mënyrë çdo halk e sistemit të migracionit ka aftësi të ndalojë dhënien e vizës. Për shembull, kur je në kufi, në momentin që ty hyn në kufi, pa rëndësi ka nëse je me vizë turistike, ose me çfarë vizë, emigracioni, vizë jo emigracioni, pa rëndësi ka. Oficeri që të bën kontrollin në kufi ka aftësi të ndaloj, ka aftësi të kthejë mbrapa, është të drejtat tona, edhe të drejtat tona si qytetar amerikan, si shqiptar amerikan që jemi. Edhe me ne që kemi pasaporta, të drejtat tona në kufi janë të reduktuara. Dhe ato reduktimi vjen nga nga ligji që kemi, ligji që ekziston, që ka ekzistuar 186-ën, nga vendimet e gjykatës lartë që thonë që kemi të drejtat reduktuara në gjëra të tilla. Kështu që detyrimisht si proces e drejta ekziston, deri në farë pike ka aftësi qeveria që të prononcohet në drejtive të tilla. Por vendimarrja është pak e çuditshme. Vendimarrja nuk është e bazuar në ligj. Vendimarrja është bazuar në një koncept që mbase është, për mendimin tim, për opinionin tim modest, është krejtësisht jashtë normave, që thotë që këto serime shtete janë problematike për një arsye fiktive ose një tjetër. Jo, arsyet që thonë, sipas tyre është se rëndojnë ekonominë amerikane pasi janë persona të cilët nuk aktivizohen, nuk futen në punë, jetojnë me social security. Unë e di ka raste për komuniteti shqiptar është punëtor përgjithsisht. Zoti Rafael, ju keni absolutisht drejt, jam 120% dakord me ju, por mos të më shumë. Shifrat që dolën, që përdorën nga qeveria dhe që në një farë mënyrë po glojnë në rrjetet sociale, janë krejtësisht jashtë normave. Nuk mund të themi që ka 46% shqiptarëve që jetojnë me ndihmë ekonomike këtu në Amerikë. Ajo është absurde ta mendosh, që thuash që shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malizit dhe Maqedonisë, janë 46% e tyre jetojnë me ndihmë ekonomike, do të thotë që 1 në 2 veta po merr ndihmë ekonomike. Kështu mes neve të katërve këtu, mes me dhe jush, me zotin Ganivila dhe kameramanit ton, 2 nga 4 net mundshmit po marrin ndihmë ekonomike nga shteti amerikan, kjo është absurde ta mendosh. Këtu nuk hyn qytetarët në shtetasit amerikan, ata që kanë pasaport. Po këtu bëhet fjalë për personat cilët janë në procese sipër, sepse në këtë mes, ku flasim për viza emigracioni, unë kuptoj që janë bashkimet familjare, janë personat të cilët kanë ardhur me lotarin amerikane, që ka një bazë, një synim tjetër për të balancuar origjinën e popullsisë. Dhe fakti që ka më shumë nga Shqipëria, kohët e fundit, apo nga Kosova, është fakti që për një periudhë gjatë periudhës komuniste nuk ka pasur emigracion nga kjo. Shtetet e Bashkuara me anë të këtij ligji, me sa di unë, kanë tentuar të ruajnë përqindjet e raporteve të origjinës së popullsisë edhe të racave. Një farë mënyrë është filozofia mbas sistemit të lotarisë amerikane, ku janë edhe numrat në sistemin të lotarisë amerikane janë të proporcionuara me çdo shtet dhe absolutisht fakti që shqiptarët nga periudha komuniste nuk kanë pasur aftësinë që të emigrojnë në Amerikë, ajo është absolutisht e vërtetë. Por ta na sjellten edhe ai botëkuptimi juaj është i drejtë dhe analiza juaj është e saktë, ku thoni që nuk po flasim për qytetarët amerikanë, po flasim për ata që janë të ardhur këtu. Po unë do të shtoja aty që ajo analizë pasaj bëhet edhe më komplikuar në lidhje me a është e drejtë analiza që bën Sekretaria e Shtetit amerikane apo jo. Për arsye se për ata që nuk janë qytetarë amerikanë, është shumë herë më vështirë, për mos thënë praktikisht e pamundur në shumë aspekte të ndihmave shoqërore që të përfitojnë prej tyre, duke qenë se nuk janë qytetarë amerikanë. Social Security ti nuk merr dot ndihmë nga ana e Social Security edhe sikur duash nëse nuk je qytetar amerikan. Kështu që argumenti që grupi që po vjen tani, grupi i ri, ato që në një farë mënyrë po vinë nëpërmjet bashkimeve familjare, ata janë ata që po abuzojnë sistemin, është pa bazë në realitet, është pa bazë në ligj. Opinionet kanë qenë për të administratës Trump që krijohet një zinxhir emigracioni. Pra, në qoftë se unë sjell prindrit e mi sjellin vllajin tim, vllai im sjell fëmijët e vet, kështu krijohet një zinxhir. Ndoshta synojnë nëpërmjet këtyre masave të bllokojnë këtë. Shiko, ajo është dhe ai ka qenë prononcimi gjatë gjithë fushatës elektorale. Dhe deri në një farë pike mbase është e vërtetë që ekziston ai zinxhir ekziston në mënyrë logjike për arsye se ashtu është ndërtuar ligji i emigracionit, ku
unë si individ kam aftësi të sjell prindit, kam aftësi të sjell vëllezërit dhe motrat, kam aftësi të sjell fëmijët. Por, nëse realiteti do ishte aq i hidhur saç u prononcuam gjatë fushatës elektorale, dhe tani po mundohemi ta bëjmë atë realitet praktik, do kishim akoma emigracion nga Italia. Do kishim akoma emigracion të tillë nga Irlanda, nga Gjermania. Por ato emigracione kanë mbaruar. Do kishim emigracion nga Greqia, do kishim emigracion nga gjithë ato vende që në një farë mënyrë sohen grupe etnike këtu para se të vinim ne si shqiptar. Por ai emigracion ka mbaruar, pse? Nuk ka mbaruar se ka mbaruar vëllezërit dhe motrat, nëna dhe baballarët më të tash, por ka mbaruar në mënyrë vetvetiu në mënyrë normale, sepse edhe periodat kohore që kemi nuk funksionojnë në mënyrë logjike. Nuk është se vjen ti si emigrante dhe nesër sjell prindit, pas nesër sjell motrën dhe vllajt. Ato janë perioda gjata kohore. Për sjell prindrit ty të duan 2-3 vjet. Për sjell fëmijët duan 2-3 vjet, por për sjell motrën dhe vllajin duan 15 i dashur. Ke parasysh, kështu që realisht pastaj nëse do bësh atë njëjtën analizë pastaj për ata vëllezërit dhe motrat që po vinë, që cilën ata fëmijët e tyre më thetash, duhet bëhen kur vinë me green card, duhen 5 vjet që të bëhen qytetar amerikan minimalisht nëse kanë aftësi të mësojnë gjuhën, nëse kanë aftësi të mësojnë historinë, më thetash gjithë ato të përmbushin gjithë kriteret që duhet të përmbushin. Po flasim për dekada e dekada të tëra. Kështu që të bëjmë një analizë tillë që na thotë që thjesht sepse duam të ndalojmë këtë zinxhirin, do i vëmë zjarrin në farë mënyrë proceseve ligjore të imigracionit që kemi deri më sot, që ka funksionuar fundi e fundit. Ka funksionuar sepse imigracioni ligjor në Amerikë nuk është pjesë e problemit. Edhe republikanët, edhe presidenti nuk është ankuar ndonjëherë për emigracionin ligjor. Ankesa, edhe nëse është ankuar për emigracionin ligjor, ajo është ankesë pa vlerë. Ankesa duhet të jetë ke ato të jashtëligjshmet, dhe jashtëligjshmja është çfarë duhet luftojmë gjatë gjithë kohës. Në këtë mes janë hedhur idetë të përshtatjes të ligjit të migracionit për migracionin e ligjshëm për shembull sipas sistemit kanadez, që bazohet në aftësi profesionale. Nga pikpamja e parë duket në rregull për interesat e shtetit që të marrim individ të kualifikuar, por nga ana tjetër veç individëve të kualifikuar do dhe punonjës që të punojnë construction. Absolutisht. Edhe ka përshtypjen që shiko, Amerika, siç e dim edhe unë edhe ju bashkë, është vend demokratik. Nëse kemi një parim lojë gjatë gjithë kohës, është demokracia në vend. Dhe atë demokracinë e shikojmë në çdo aspekt mundshëm të jetës këtu në Amerikë. Dhe një nga aspektet është ky i imigracionit. Në një farë mënyrë, shteti amerikan, Kongresi amerikan, presidenti amerikan, që nga 1986, edhe më parë, po që nga 1986 deri më sot kanë pasur gjatë gjithë kohës si synim demokracinë në sistemin e emigracionit, në hyrjen kush vjen brenda. Në qoftë se neve heqim demokracinë dhe vëmë një farë meritokracie, çfarë bëjmë në aspektin e emigracionit? Po krijojmë një sistem të ri që thotë që vetëm nëse ti shkon në shkollë dhe ke këto kualifikime specifike ke aftësi të vish në Amerikë. Krijon një tjetër lloj emigracioni. Ndryshe nga ky emigracioni demokratik që vendi ka pasur që në fillim të historisë së tij, 300 e kusur vjet e deri më sot. Tani, a ka aftësi Amerika që ta bëjë këto? Absolutisht, tër ditën e tër natën, s'ka asnjë gjë të keqe. Në farë mënyrë këto janë vendime në bazë të historisë tonë, bazë politikës tonë, që kemi aftësi të bëjmë në lidhje me kush vjen, kush hyn, kush del. Ajo s'ka asnjë gjë të keqe. Por do të ndryshonte tej masën natyrën e emigracionit. Po kjo është interesante. Vetë presidenti zoti Trump, kur u pa me presionin e fermerëve se nuk po ka fermerë që të punojnë në punët sezonale, u tërhoq nga një hap. Megjithatë të ndalemi tek situata aktuale. A cënon ky vendim të drejtën e aplikantëve që kanë përfunduar procesin, edhe kanë paguar dhe tarifat që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara? Absolutisht, tër ditë tër natë. Në një farë mënyrë ky është ndalim që do i bëhet kujdo që është në pakërësi kanë çfarë faze të aplikimit je. Në qoftë se je akoma i pambritur në terren, sepse vetë momenti i pranimit brenda në territorin e Amerikës është momenti i fundit, mbasi hyn ke kufiri amerikan i parë, kurdo që hyn. Kështu që nëse ti vjen dhe ndalon në aeroportin tonë Detroit, ndalimi i parë në Amerikë, ai është momenti kur bëhet pranimi final. Deri në atë moment, kjo ndalon çdo hallk tjetër, pa rëndësi ka ku je, pa rëndësi ka çfarë ke paguar, pa rëndësi ka sa ke pritur, kjo është thjesht një farë një ndalesë indefinitive deri në momentin ku do ndryshojë ky rinterpretimi i ligjit. Megjithatë thuhet që është pezulluar, nuk thuhet që është ligji se ndryshojnë dot. Shiko, ligji, e vetmja mënyrë se ndryshon ligji këtu është po nëse Kongresi merr vendim, bën analizën e tij dhe
kalon diçka tjetër, që në një farë mënyrë anashkalon këtë, ose dyshon këtë ligj që kemi sot që 1986, edhe presidenti amerikan hedh firmën pastaj mbasi kongresi merr veprim. Përveç se nëse do bëhet një diçka e tillë, dhe mos harro, arsye pse nuk është bërë që në 1986 në ndryshim nuk është sepse s'ka pasur idera më parë politikanët tanë që ndryshojnë ligjin e imigracionit, përkundrazi. Çdo fushat politike ka nga një argument në lidhje me ligjin e imigracionit, duan të bëjnë ndryshime. Po është thjesht s'ka pasur vullnet politik ose aftësi vullneti politik në mënyrë që të arrijmë ndryshimet që janë dashur gjatë viteve. Nuk e shoh të mundshme edhe sot e kësaj dite që të bëjë një ndryshim i tillë. Ligji do mbetet ky që është. Për sa kohë kemi aftësinë të shikojmë diapazon në të ardhmen, brenda mundësive tona për të analizuar, nuk shoh një aftësi për ta ndryshuar ligjin. Megjithatë, thuhet që dy lloje të tjera vizash, si vizat turistike dhe studentore nuk pengohen nga ky ndalim, apo pengohen? Jo, deri në farë mënyrë, ose në këtë moment që flasim aktualisht, po flasim vetëm në lidhje me një koment që është marrë nga disa gazetar nga Sekretaria e Shtetit, që është bërë nga Sekretaria e Shtetit. Detyrimisht, deri në një farë pikë jemi në terr dhe ka shumë spekulim nga çka fakte. Edhe detyrimisht ajo gjithmonë krijon një farë hezitimi të paktën unë si profesionist që të bëj një analizën e plot të kësaj situate. Por realisht në bazë të prononcimit që është bërë ose të paktën që përsëritet që është bërë nga Sekretaria e Shtetit, presupozojmë që vizat e tjera janë në vazhdim e sipër. Bashkimet e tjera familjare, ato që ndodhen brenda vendit, për shembull sepse kemi bashkime ku edhe individët kanë ardhur brenda me viza turistike dhe bëhet bashkim familjar këtu me qytetar amerikan, shqiptarin ton për shembull në rastin ton shqiptar, ku bëjmë bashkim me bashkëshortën, gjëra të tilla. Ato supozohet vazhdojnë akoma. Nuk shikojmë në një gjë që ndalon. Kjo ishte specifike në lidhje me këto. Gjithsesi, ana krijon neve një farë hezitimi si profesionist ku jemi në procese të tilla absolutisht, sepse në fund fare do shkojmë do merrem me të njëjtët oficerë imigracioni. Po. Pjesë të njëjtit sistem që bëjnë njëjtat analiza. Është interesante sepse kjo ka shumë pikë pyetje. Absolutisht. Dhe duke pasur shumë pikë pyetje, edhe njerëzit janë të pasigurta. Pra kjo vizat e punës H1B, si quhet. Po, edhe mos harrojmë, patjetër. Për opinionin tim modest, edhe ka pasur prononcime të tjera nga qeveria në lidhje me ato lloj vizash. Ato janë ndikuar edhe më parë nga prononcime të tjera, para se ndodhte ky prononcim i Sekretarisë së Shtetit. Në një farë mënyrë neve nuk i kemi ndier si komunitet sepse shumë prej tyre vizave përdoren më shumë nga grupet nga vende si India dhe Kina. Para se të vim neve, sepse është thjesht çështje numrash. Dhe ato janë viza që janë pak më specifike në lidhje me profesione ndryshme. Edhe nga kompanitë e mëdha që merren me Patjetër. Po gjithsesi edhe ato do ndikohen. Edhe ato janë ndikuar, do vazhdojnë ndikohen prej këtyre prononcimeve sepse në një farë mënyrë edhe një herë jemi brenda të njëjtit sistem. Janë të njëjtat edhe bëhet e njëjta analizë. Nëse problemi ekziston në lidhje me këto 75 shtete, ku vendimarrja në bazë të këtyre 75 shteteve është problematike në bazë të veprimeve që qytetarët e këtyre 75 shteteve bëjnë edhe kryen kur mbërrin në Amerikë. Nuk kanë ndryshim nëse vinë këtu lidhje me viza imigracioni ose viza turistike. Nuk kanë ndryshim nëse vinë këtu me viza në bazë të aplikimeve emigrantësh apo H1Bs, pakërcika. Është një person që vjen në Amerikë dhe përdor sistemin ton këtu, dhe përdor sistemin pakërcika, sepse mos harrojmë që kushtetuta amerikane, nuk flet në lidhje me, nuk i cilëson të drejtat që ka individi këtu, nuk i cilëson në bazë të je qytetar apo ja. I cilëson vetëm nëse je person. Dhe person është kushdo që ekziston në terren. Detyrimisht kushtetuta i aplikohet që të gjithëve, të drejtat nën kushtetutë i aplikohen që të gjithëve. Po kjo është një element që ngatrohet edhe për migracionin e palishëm. Absolutisht. Të njëjtit individ, ti mund të jesh i palishëm tër ditën e tër natën. Nuk ke nevojë të jesh i palishëm në mënyrë që të përfitosh nga sistemi kushtetues që kemi neve. Për shembull, ti mund mos kesh dokumenta dhe nuk përfiton në shumë drejtime për shembull lidhje me ndihma sociale, siç po flisim më parë. Por a përfiton nga mbrojtja e ligjit kriminal? Absolutisht, dhe të drejtat që ke si person. A ke drejtën shohësh në gjykat? E drejtat shëndetësore. Unë mbaj mend kur kam mbritur unë, ime shoqja ishte 7 zën, 6-7 muaj, se aq lejojnë më martesë të pengojnë, edhe njerëzit të cilët
mësuan këtë fakt, edhe njerëz të afërm, ti do shfrytëzosh sistemin tonë për të lindur. Absolutisht, ja. Absolutisht. Ne kemi ligje në bazë kushtetutës, kemi ligje që thonë në shtetin tonë, të janë specifike për shtetin tonë për në Michigan. Kemi ligje që thonë që sistemi mjekësor, spitalet, doktorët, janë të detyruar të t'japin të bëjnë shërbim kur ke një problem, çfarëdo që jetë problemi. Me fjalë tjera, nuk mund të në boost, nuk mund të thonë të lënë boost rrugës pa të kuruar, nëse ke një problem. Por nga ana tjetër, kjo do thotë që ti po abuzon sistemin, thjesht po merr kurimin. Por je borxhli ndaj atij spitali, je borxhli ndaj atij doktori në lidhje me koston e shpërblimit. Atë koston nuk ta përmbush shteti. Ajo koston nuk përmbushet nga individ tjerë. Ajo është prapë vetë përgjegjësia jote. Është prapë e lidhur me ty që po përdor sistemin. Jo me çfarë mund të nuk del nga taksat e individëve, nuk del nga taksat tona në asnjë mënyrë. A ka abuzime? Jam i sigurt që ka abuzime. Është absurde të mendosh që një sistem gjigant si ky joni nuk do ketë abuzime. Por ditë të them edhe unë ditë ta them këtë si avokat, sepse shikojnë për gjykatat tona, ku individët hidhen gjyq gjatë gjithë kohës. Gjykatat tona glojnë me këtë lloj çështjesh. Ku spitalet hidhen gjyq ata që nuk ka paguar. Po nëse ata ishin duke abuzuar sistemin, gjyqe të tilla nuk do ndodhen. Më kupton? E kuptoj këtë çështje, por më duket se elementet të emigracionit palishëm i vishën emigracionit të lishëm në këtë moment për ta bërë të justifikuar këtë praktikë që po ndërmerret. Po, unë me atë jam dakord 100%. Dhe kjo është fatkeqësia nganjëherë, sepse lufta politike dhe propaganda e luftës politike në një farë mënyrë ndikon në vendimarrjen dhe analizën që neve do ta bëjmë si profesionistë, si në mënyrë logjike, në bazë ligjeve, në bazë të praktikave aktuale në vend dhe jo në bazë të analizës politike apo synimeve politike dhe propagandës që ndikohet. Kështu që koncepti juaj unë jam absolutisht dakord dhe jam i opinionit që nuk i bëjmë der vetes kur bëjmë analizën politike dhe jo analizën praktike. Mund të ndodhë që personat të cilët ju është dhënë drejta për të marrë green cardën sipas po këtë llotarinë amerikane, të jenë në proces dhe të pengohen thjesht me që ndodhi u mor ky vendim. Po, normalisht ky është një nga hezitimet tona. Në këtë moment, në bazë të prononcimit që lexojmë, përgjigjja është jo. Teknikisht nuk po ndikohet ai grup njerëzish dhe ai grup me atyre që përfitojnë për atij sistemi. Por praktikisht si mund ta limitojmë atë? Se limitojmë dot. Përkundrazi, janë të njëjtë oficerë siç më parë, të njëjtë oficerë migracioni, të njëjtë agjencie, të njëjtë sistemi total imigracioni që bëjnë të njëjtat analiza. Dhe në fund fare, nëse themi që këto 75 vende kanë një problem X në lidhje me X aplikim, kjo do të thotë që në lidhje me aplikimet e tjera, këto 75 vende janë perfekt, paqe dhe harmoni këtë dynja. Përkundrazi, janë të njëjta 75 vende që kanë të njëjtat probleme që ofrojnë, paktësi ka çfarë është aplikimi. Kështu që ky është edhe hezitimi që kemi. Po mirë, kjo ndodh me që ne nuk kemi në kuadrin atyre vendeve, për shembull si Gjermania që hyn pa viza, ose si një vend tjetër, nuk e di, po përmend këtë Gjermaninë në këtë rast. Edhe ata që hyn pa viza, Anglia e tjerë me radhë që hyn pa viza, këtu nuk mund ta shohin këtë si problem. Normalisht edhe ajo është e vërtet, kam përshtypjen që të njëjtat probleme që kemi pasur më parë prej atij realiteti do vazhdojnë edhe në të ardhmen. Gjithsesi unë shikoj një dallim që është dallim relativisht i trashtë, jo i holl, por nëse neve na vën një kategori, ne edhe kur flas për ne, flas për gjithë shtetet që përmbajnë shqiptar brenda. Shqipëri, Kosovë, Malzi edhe Maqedoni. Nëse neve na vën një kategori me shtete ku në fund fare, po thon individët prej këtyre shteteve abuzojnë sistemin amerikan. Abuzojnë sistemin amerikan në mënyrë tillë që neve duhet marrim veprime, duhet ndërmarrim vendime dhe veprime që në një farë mënyrë sankcionojnë këto vende. Mua ajo më duket absurde. Edhe pse nëse më parë nuk kemi pasur marrëveshjet me shtetin amerikan, si këto shtete s'kan pasur marrëveshje me shtetin amerikan, që ty ne dalin pa viza, ashtu sikurse vende Schengen apo Gjermania më the tash. Kjo do të thotë që rrjedhoja logjike e atij realiteti është që ti ndalosh ndër tjera dhe këto sepse këto lloj viza sepse këta individ abuzojnë sistemin. Më duket krejtësisht jashtë normave. Sepse ti mund ta dënosh personin që ka abuzuar, se kam ashtu, unë mora vesh rastësisht një rast që një person i emigruar prej kohësh 30 a 40 vjet përpara, emigracioni i gjeti tani edhe
ai si e mori. Do më thënë, se ka dhe njerëz të cilët për një periudhë të gjatë nuk janë akomoduar, nuk janë përshtatur në sistemin amerikan. Unë jam i opinionit, se normalisht jam si avokat, por si qytetar i këtij komuniteti, si antar i këtij komuniteti tonë, edhe jo thjesht komuniteti tonë shqiptar, por edhe komuniteti tonë gjerë, sepse normalisht kemi, si unë edhe ju kemi shumë vite në Amerikë, kemi më shumë vite këtu se sa ne nga kemi ardhur. Kur bëj këtë analizë, e bëj në analizën dashur pa dashur, analizën pak më të gjerë. E them cili është roli i shtetit. Roli i shtetit në fund fare është përmirësoj jetën e njerëzve. Deri në atë pikë që shteti e përmirëson jetën e njerëzve, jetën e komunitetit, shteti duhet mburur, duhet lavdëruar, duhet të thënë faleminderit. Në atë pikë kur shteti nuk e përmirëson jetën e njerëzve, atëherë duhet futur brenda në jetën politike, në mënyrë që ndryshojmë atë aspekt shtetëror, të heqim ata njerëz që janë në krye të çfarëdo lloj organizate shtetërore, qoftë legjislativit, ekzekutivit, gjykatave më të tash, në mënyrë që të përmirësojmë jetën e njerëzve, bëjmë ndryshimet e nevojshme. Në bazë të atij këndvështrimi, unë shikoj çdo aspekt ligjit. Do them, në këto raste, në aspektet e migracionit, nëse duam të përmirësojmë jetën e njerëzve, jetën e komunitetit tonë, çfarë do të bëjmë? Sepse kemi 300 vjet histori të këtij vendi, ku njerëzit vinë si emigrantë, se ky është vend emigrantësh. Kështu që diapazoni im thotë, dhe kjo analiza ime më thotë që në mënyrë që të përmirësojmë jetën e këtij komuniteti, duhet të krijojmë oportunitet që të kemi emigracion të lishëm. Dhe nuk duhet të nxjerrim hallka të panevojshme, dhe nuk duhet të nxjerrim pengesa të paqëna, jo të mirë menduara, thjesht ndalojmë jetën e njerëzve këtu. Unë jam i opinionit që nuk duhet të sanksionojmë emigracionin e palishëm. Por jam gjithashtu i opinionit që lishëm. Emigracionin e palishëm nuk duhet ta mbështesim. Por gjithashtu jam i opinionit që, për shembull, të them këtë, çifutët në luftën e dytë botërore, kur vinin në Amerikë, vinin në mënyrë palishme, sepse s'kishte ligj që thoshte duhet vini juve këtu. Shqiptarët që vinin shkonin në Greqi, që vinin në Amerikë, që gjenin veten në Amerikë, gjatë periudhës komunizmit, nuk vinin këtu në mënyrë të lishme. Se s'ka ligj që thoshte hajde shqiptar në Amerikë sepse po të mirëpresim sepse keni Enver Hoxhën atje që po i merr shpirtin. Nuk ekzistojnë gjëra të tilla. Atëherë çfarë krijojnë? Kemi kondita të tilla brenda të drejtave që kemi nën kushtetut, që thosh që nëse ti vjen kërkon azil politik, duhet përfitosh prej asaj. Ajo është përmirësosh jetën e njerëzve. Ajo është të kesh një ligj imigracioni që bën kuptim. Tani, a mund të themi neve që thjesht dikush që ka ardhur këtu, ka përdorur sistemin e migracionit, nuk ka përfituar për sistemit e migracionit, ka një farë mënyrë ka bërë diçka gabim? Jo. Si ju njohim shumë raste, qoftë individual ose mund të japun statistika në bazë punës time, profesionit tim, ku gjykata e migracionit marrin vendime të gabuara lidhje me shumë prej shqiptarëve tanë. Dhe ata nuk përfitojnë për sistemin. Po janë këtu për 30 vjetësh. S'kan bërë as krime, kanë krijuar familje, kanë punuar, kanë paguar taksa vit për vit, nuk kanë marrë mbrapa taksa siç marrin shumë prej nesh kur paguajmë më shumë nga ç'duhet. Në një farë mënyrë kanë përmirësuar jetën tonë këtu nëpërmjet prezencës tyre. Nuk kanë bërë, si thash, nuk kanë bërë as krime, po kanë shkuar në kishe, kanë shkuar në xhamia, kanë shkuar te qe. Kanë rritur fëmijët e tyre. Fëmijët e tyre janë qytetarë amerikanë. Bashkëshortët e tyre janë qytetarë amerikanë. Atëherë, çfarë duhet të jetë roli i shtetit në mënyrë që përmirësojmë komunitetin tonë? Roli i shtetit duhet të jetë ai që i nxjerr këta përjashta? Jo. Roli i shtetit duhet të jetë ai që në një farë mënyrë krijon oportunitete ku komuniteti të ndihet i sigurt brenda. Dhe deri në atë pikë që unë mendoj që roli i shtetit këtu ka qenë të përmirësojë jetën tonë, siç sa më parë, unë do punoj absolutisht në mënyrë që të ndihmoj çdo aspekt dhe ta lavdëroj atë aspekt. Në momentin kur shteti pastaj merr vendime që ndikojnë familjet tona, ndikojnë komunitetin tonë, nxjerrin shqiptarët tanë përjashta, pa bërë këto lloj llogarish që nuk janë llogari trash, as janë shumë të holla, sepse janë llogari njerëzore. Atëherë unë do të kritikoja shtetin. Do thosha që këto janë vendime të gabuara. Dhe deri në një farë pike, këto janë vendime të politikave të këto kohëve të fundit, sepse neve migracioni ka ekzistuar për 300 vjetësh. Tani po i përjetojmë për të parë. Edhe një element tjetër më lindi si pyetje vetvetiu, kur merr të drejtën për të emigruar në Shtetet e Bashkuara. Ti përdor një person si garantues. Dhe ky person të garanton që do të ketë strehim, edhe ai ka aq të ardhura sa të ndihmojë ty. Në këtë mes mund të kapet personi në fjalë, s'ka pse të kapet sistemi. Po, absolutisht.
Ju keni shumë drejt, edhe faleminderit që e bëtë pyetje sepse kjo është pyetje shumë e vonë. Edhe në një farë mënyrë përgjigje është e ndërtuar brenda asaj pyetje, sepse është vërtet. Në mënyrë për çdo emigrant që të vi këtu me bashkim familjar, që të vinë në këto Shtetet e Amerikës, duhet t'i dalë dikush garant. Garancia është për 5 vjet, është një garanci që nuk i bëhet individit. Një garanci që bëhet shtetit amerikan. Kontrata bëhet mes qytetarit amerikan që sponsorizon individin dhe shtetit amerikan, qeverisë federale. Ku thotë që për 5 vjet ky person nuk do marrë ndihmë ekonomike. Dhe nëse merr ndihmë ekonomike, çfarë lloji, s'ka asnjë gjë kënaqësie e personit, po nëse merr një diçka tillë që ai person nuk do kishte drejtën ta bënte atë. Individi që sponsorizon, i del garant shteti që do i paguajë mbrapa kokët për kokët. Dhe unë ti të them, sepse kemi rastet në brenda përmendjes zyrës tonë, ku gjëra të tilla kanë ndodhur, ku shteti amerikan i ka vajtur nga mbrapa individëve, ka kërkuar pagesën kokët për kokë për gjithë shpenzimet që janë dhënë nga shteti individit. Atëherë, për mendimin tim, gjithçka është kopsitur. Ligji ka funksionuar absolutisht ashtu sikur se duhet. Po me argumenti i vendimit atëherë bie. Absolutisht. Tërditën e tërnatën. Se unë këtë mendova atëherë kjo pse jepet kjo garanci. Kjo fatkeqësia edhe është ajo pjesë e bisedës që bëmë më parë. Fatkeqësia këtu është që po bëjmë analizën e një problemi që është problem politik, po mundojmë të japim zgjidhje dhe analizën në bazë të profesionit, në bazë të ligjit. Kjo detyrimisht bëhet pak e komplikuar. Tash në këtë mes të marrim ca pyetje më konkrete. A duhet të vazhdojnë aplikantët të kryjnë këto pagesat? Absolutisht. Duhet të rrim korrekt sistemit, detyrimisht. Duhet të rrim korrekt sistemit gjatë gjithë kohës në mënyrë që të paktën nga ana jonë si aplikant, nga ana jonë si profesionist, si avokat, ne kemi bërë gjitha ato. Çka kemi për të bërë, kemi bërë që gjitha, kemi kopsitur ashtu si duhet. Pastaj kam përshtypjen që kjo do jetë deri në një farë pikë të përkohshme. Nëse zgjat më shumë nga ç'duhet, do jetë fatkeqësi për ne, por uroj për të gjithë ne si komunitet që të jetë e përkohshme. Po, por ju si avokat, të hapun. Shiko, sa të ketë probleme, avokatët do kenë punë. Kur të marrë probleme, do marrë për gjithë pastaj, jemi në rregull. Nëse një aplikant për shkak të këtij pezullimi e humbet të drejtën rrugën ligjore për apelim, a ka mundësi ai për apelim më vonë? Po, kam përshtypjen. Kjo është edhe arsyeja pse them që këto janë vendime politike. Ligji nuk ka ndryshuar. Duke qenë se ligji nuk ka ndryshuar, të drejtat tona dhe drejtat e aplikantëve nuk kanë ndryshuar. Të njëjtat hapa që ekzistonin para këtij prononcimi nga Sekretaria e Shtetit, ekzistojnë edhe sot. Qofshin ato apele, qofshin ato motions që bëjmë në lëvizje ligjore, mekanizmet ligjore që bëjmë ne si avokat, ato të gjitha asnjë gjë nuk ka ndryshuar. Detyrimisht roli jonë, detyra jonë është që të vazhdojmë përpara me aplikimet, të bëjmë çdo aspekt si aplikant, të kryejmë gjitha detyrimet që kemi, qofshin financiare, qofshin bazë dokumentave, dokumentacion që do të parashtrojmë shtetit. Dhe pastaj nëse diçka na ndalohet në bazë të këtyre prononcimeve, thjesht do kemi pak më shumë mund, kosto edhe lodhje mendore, por në fund fare rezultatet do i arrim, besoj dhe shpresoj, do i arrim ashtu sikur se kishim arritur më parë, me pak vonesa normalisht. Po, mund të ketë këtu tarifa të merren mbrapsht këtu është të vështirë kjo. Jo, ka përshtypjen është vështirë sepse një nga pjesat atyre ligjeve të imigracionit që kemi është që ato pagesa në momentin që bëhen nuk merren më mbrapa. Logjika e do dhe kërkon që po, nëse shteti nuk po t'jep atë benefit që ti ke kërkuar, të t'japi atë lloj vendimmarrje që ti ke kërkuar, qoftë ajo pozitive apo negative, minimalisht nëse nuk duan ta marrin vendimin duhet të kthejnë të ardhurat që ke paguar për atë, po thjesht ligji i imigracionit nuk funksionon ashtu. I kanë dhënë drejtën që thjesht na zhvasin, po të mos ta japin para mbrapa. Pra, po në rast se për shembull janë një familje e ndarë, për shembull burri është në Shqipëri, ende gruaja ka ardhur me green card, është këtu për një arsye apo tjetër, nuk kanë qenë celebruara ose tjetër, edhe ndodhen të ndarë. Në këtë moment, a duhet të vazhdojë procesi? Po, shiko, detyrimisht këshilla ime do të ishte gjithmonë që të procesin do të vazhdojmë deri në fund. Këto prononcime do ndalojnë përkohësisht, por në fund fare hapat tona duhet vazhdojnë. Është e nevojshme në mënyrë që të jemi konform ligjit, të jemi gjithmonë në rregull. Dhe nëse vendimmarrja që na ndalon nuk është në bazë ligjit, ashtu sikur se është opinioni modest. Ky nuk është vendimmarrje në bazë ligjit, por është thjesht vendimmarrje në bazë të politikave të një grupi që ka shtetin dorë sot. Atëherë detyra jonë është të ecim përpara. Detyra për gjithë klientat tanë, për gjithë anëtarët e komunitetit tonë është të vazhdojmë përpara, për arsye se herë ta vonë do mbrinë aty ku duhet.
Po ka një problem se shpeshherë ndodhin pezullime mbylljet qeverisë për shkak të vitit fiskal që përgjithsisht Amerikë është në tetor. Nëse vendimi zgjat për te këtij viti fiskal, a humbet automatikisht viza? Jo, ka disa lloj vizash që dikohen, por në lidhje me këto që është bërë prononcimi, në lidhje me këto lloj vizash, vizat e migracionit, ato janë pak ndryshe nga natyra e vizës. Kam përshtypjen që komenti juaj do ishte i saktë në lidhje në qoftë se kjo do të ndikonte edhe vizat e llotarisë për shembull, sepse vizat e llotarisë, ju keni shumë drejt, janë në bazë periudha shkollore specifike. Teknikisht, në bazë prononcimit, Sekretari i Shtetit, vizat e llotarisë nuk po ndikohen. Ato janë pak ndryshe, por... Megjithatë u tha që mund të hiqet dhe llotaria. Mund të hiqet llotaria fare. Po edhe ajo është pjesë e ligjit të migracionit, edhe ato e shoh pak të vështirë, por gjithçka ndodh normalisht. A duhet personat që janë këtu në SBA me status të përkohshëm të shmangin udhëtimet jashtë vendit, të shkojnë në Shqipëri? Kam përshtypjen që kjo është këshill më shumë këshill miqësor se sa këshilla e avokatëve, po këshilla miqësore ime do ishte po. Duhet të evitojmë gjërat e tepërta sepse ky nuk është momenti që të bëjmë nga këto lloj rrugtimesh fatkeqësisht. Mund shkaktoj kjo një precedent, sidomos pa drejtësi ndaj vendeve të vogla? Absolutisht. Normalisht, si shikojmë aty ke lista e 75 shteteve, nuk shikojmë ato shtete që neve presim që të jenë shtete problematike aty. Po, Rusia ishte vendi madh. Po Rusia se politike. Për arsye, ato mund ta klasifikojmë në bazë të analizave të tjera. Ndërsa detyrimisht duke qenë se nuk shohim Itali, nuk shohim Gjermani, nuk shohim Francë, nëse nuk shohim Australi, Zeland. Unë habita për Serbinë. Po, edhe unë habita, sepse në një farë mënyrë deri dje partije po hidhin bomba ndaj Serbisë, edhe po për ndihmuar shqiptarët, ndërsa sot po hedhin bomba ndaj aplikimeve të shqiptarëve për ndihmuar Serbinë. Më duket shumë mbrapsht kjo, por kam përshtypjen që nuk edhe analiza që na ka sjellë këtë deri gjatë nuk është analizë saktë. Jo thjesht nga aspekti ligjor, por edhe nga aspekti politik. Atëherë, avokat, ju faleminderit për këtë analizë mjaft të hollësishme të këtij problemi që i shqetëson përgjithsisht të gjithë shqiptarët, se mos herët ose vonë jemi në procese të bashkimeve familjare apo në procese të tjera të emigracionit të ligjshëm. Natyrisht ka dhe viza studentore apo viza punësimi apo viza të tjera, mund vi dikush edhe për kampionatin botëror, megjithatë këta nuk duan ta kufizojnë. Shpresoj që jo. Faleminderit që kënaqësia ime, faleminderit për kjo që normalisht është brenda për brenda atyre parametrave të punës time dhe ishte një kënaqësi që angazhuam që të paktën mundohemi të sqarojmë sadopak këto realitetet kundrejt këtyre lloj proceseve. Ju falenderoj tej masa. Të dashur teleshikues, ishim këtu në një bisedë të drejt për drejt me avokatin Ernis Nushaj. Trajtuam së bashku në rubrikën tonë Fjala e specialistit, pikërisht ato lajmërimet e fundit nga Sekretaria e Shtetit në lidhje me emigracionin, mbi pengesat për emigracionin, mbi ndalimin e emigrimit familjar apo emigrimit të tjerë bazuar në një vendim të fundit Sekretarisë së Shtetit. Miru takofshim në emisionet të tjera. Enis, faleminderit. Faleminderit juve.